Piktori George W. Bush hap një tjetër ekspozit. Një koleksion portretesh të pikturuar nga ish presidenti i Shteteve Bashkuara George W. Bush është ekspozuar në një muze në Columbus të Ohio's. Ekspozita me titull Portretet Kurajos përfshin piktura me të cilat Bush u bën homazh njerëzve që shërbyen me 11 shtator. Columbus është bërë qyteti i dytë në gjithë vendin që ka pritur këtë ekspozitë, e cila do të zgjasë deri në fund të vitit. Këto portrete mbreslënse të pikturuar nga presidenti Bush janë një homazh i përjetshëm për burrat dhe gratë që u përgjigjen thirrjes së vendit të tyre për shërbim. Ne i ftojmë gjithë amerikanët ta vizitojnë ekspozitën, të shohin këto portrete prekse, të kapin guximin dhe sakrificën e tyre, tha Dr. Frederick Bertley, drejtor ekzekutiv i Memorialit të Muzeut Kombëtar të Veteranëve. Në të njëjtën kohë, më shumë se 40 piktura nga ish presidenti u ekspozuan në Universitetin e Maine. Ekspozita tjetër, e cila zgjati vetëm një ditë, organizua si mbledhje fondesh në kishën bregdetare të kishës episkopale në Shannon në Kennenbankport, të cilën familja Bush thuhet se ka vizituar çdo verë për breza me radhë.